Të dashur shqiptar, Perëndia Astraja është perëndia e ullësisë së Virgjëreshës. Kjo ullësi, sipas grekëve, është ullësi ilire. Dhe është e martuar me perëndin Doberus. Po të shikoni filmat e mi, fjala Doberus do thot Dibra. Tani, në ilirisht, Doberus do thot luginë e thellë, lugina e Dibrës. Në mitologjinë ilire dhe atë helene, lugina e thellë është një pseudonim për Apollon. Këtë e dim nga titujt e tjerë që ka marrë ai në Panoni, ai luginës. Kjo është menduri, sepse grekët thonin që fjala Dobero ka ardhur nga fjala Debora që do thot blet në Testamentin e Vjetër. Por na del që kjo është një perëndi shumë e lashtë. Perëndia Debora dhe perëndia Doberos, që të dyja janë forma dialektore ilire, dhe ilirët flisnin të dashur shqiptar dialekte helene. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Por unë sot do t'ju sjell një teori akoma më të guximshme. Në filmat e mi unë kam thënë gjithmonë që ilirët kanë lexuar mitologjinë helene. Ilirët kanë lexuar Iliadën. Ilirët nuk ishin analfabet. Dhe do t'ju sjell një rast tjetër kur ka ndodhur e njëjta dukuri. Ka ndodhur gjatë pushtimit romak. Të gjitha mbishkrimet që janë mbas pushtimit romak janë në latinisht. Jo vetëm kaq, por pjesa dërmuese e fjalëve në gjuhën shqipe janë nga latinishtja. Kjo tregon që ne jemi autokton, që ne jemi vendas. Dhe në gjuhën shqipe ka shumë fjalë nga greqishtja që njerëzit nuk e dinë, por këto fjalë janë të ngurtësuara në gjuhën e arbëreshëve ose arvanitasve. Faktin që ilirët janë autokton e thon autorët grek dhe autori më i lashtë i historisë helene është Herodoti. Dhe Herodoti thot që Astraja është perëndi ilire. Tani si shpjegohet një gjë e tillë? Siç e thash, në kohën e pushtimit romak ka patur pikërisht poezi romake, poema romake në Iliri. Nga e dim në këtë, të gjitha veprat e Shakespeare-it për lashtësinë janë mbështetur në ngjarje që kanë ndodhur në Iliri. Merrni frym thellë. Jo në Hellad, Iliria ishte epiqendra e qytetërimit antik. Ka që vërtet është kjo sa që Cezari ka mbaruar universitetin e tij në Apolloni. Pra për çfarë pushtimi bëhet fjalë? Ilirët kanë përdorur zota që pastaj janë përqafuar nga romakët, që u mahnitën nga ilirët. Romakët pushtuan Ilirin, por vetë ata u pushtuan shpirtërisht nga zotat ilire, që ishin huazime nga zotat helene, sepse dhe ilirët ishin të mahnitur me zotat helene. Një rast tjetër që ka ndodhur kjo dukuri është pikërisht periudha e poezisë së betexhinjve. Për më shumë se sa 500 vjet, vërtet që populli shqiptar nuk mund të shkruante në gjuhën shqipe, por perandoria turke insistonte që poetët shqiptar të shkruanin në gjuhën arabe, sepse kjo ishte gjuha e Kuranit, librit të shenjtë. Do të kemi parasysh që libri i shenjtë gjatë periudhës së pushtimit grek të Shqipërisë dhe pastaj atij romak ka qenë Iliada. Do t'i shikoni të gjithë filmat e mi dhe ta kuptoni që homerizmi është paganizëm. Dhe unë këtë e kuptova kur u gjetën mbishkrimet hitite. Janë të njëjtat motive të Homerit, janë të njëjtat dukuri, por atje në vend që të rëmbehet Helena, ka ndodhur e kundërta.
Në poemat hitite nuk rëmbehet Helena, por rëmbehet syri i Tarhuntit. I njëjti motiv është në mitologjinë egjiptiane. Perëndia Seth, që është përmbindësh, është një dragua i shkretëtirës, vjedh syrin e diellit. Është e njëjta dukuri, është i njëjti fenomen. Pra rëmbimi i Helenës është në fakt rëmbimi i diellit. Helena në gjuhën helene do të thotë Selena ose hëna. Shkëlqimi i hënës. Kjo shpjegon dobësimin e dimrit të natyrës, zhdukjen e gjelbërimit dhe gjithashtu humbja e fuqisë së diellit. Do të kemi parasysh që Zeusi ishte perëndia e diellit Tarhunt në gjuhën hitite. Pra mbasi lexon poemat hitite që janë më të madhërishme se poemat e Homerit, e kupton që të gjitha vargjet e përdorura në Iliad janë fakt vargje biblike, iliadiste. Pra Bibla e paganëve ishte Iliada, siç është Bibla e zonjës Kocaqi. Kocaqi ishte mahnitur me Iliadën. Edhe ilirët ishin të mahnitur me Iliadën, është gjë e natyrshme. Sa lexon Iliadën, ke të bësh me një vepër të bukur fetare pagane. Por këto motive janë në mitologjinë e hititëve. Pra, gjatë pushtimit turk, shqiptarët mund të shkruanin vetëm në gjuhën arabe dhe kështu bën. Kjo është poezia e bejtexhinëve të dashur shqiptar. Po të zbulohen poezitë e bejtexhinëve mbas 2000 vjetësh, do thuhet që nuk ka patur shqiptar në këtë truall të mrekullueshëm hynor, por ka patur vetëm arab, njerëz të shkretëtirës, sepse poetët kanë shkruar në gjuhën arabe. Madje edhe toponimet e shumta që janë gjetur në Shqipëri, një pjesë e mirë e madhe e tyre janë turke. Për shembull, Karaburun është toponim turk, vjen nga fjala kara, e zez, dhe burun, hunda. Hunda e zez. Të dashur shqiptar, tani u kujtova. Në himar është toponimi Hundëkovë. Është një lloj si Karaburun. Çmenduri. Më kujtoa gjatë xhirimit të filmit. Pra, përkthehet fjala Hundëkovë në gjuhën turke Hundëzezë, Karaburun. Pra do të hequr emri Karaburun dhe të vendoset Hundëkovë e banorëve të bregut. E kemi këtë toponim. Pra, ka toponime turke të shumta në Shqipëri dhe në të ardhmen, pra do thonë që këtu nuk ka patur shqiptar, ka patur vetëm arab, sepse letërsia është arabe. Emrat janë arab, besimi është arab, besimi gjysmëhanës, besimi Helenës, gëzuar, është besim pagan. Kjo për arsyen se kalendari i arabëve është mbështetur mbi kalendarin hënor. Kjo është komplet e natyrshme. Pra, tashti u kuptua përfundimisht sot gjatë xhirimit të filmit se e vetmi arsye që ne kemi emra të qyteteve ilire nuk është se ilirët ishin grek, por ilirët vetë me dëshirë kanë përdorur elemente të Biblës së paganëve, Iliadës. Është e sigurt kjo tashmë. Por kjo nuk i bën ata grek. Fakti që ekzistojnë pra toponime turke, poema arabe për 500 vjet, poezia e bejtexhinëve, por edhe gjatë pushtimit romak, poezi romake, poema romake. Janë gjetur poemat në gjuhën latine nga ilirët. Dhe është theksuar që kjo është bërë nga një ilir, por është në latinisht. A i bën kjo ilirët latin? Jo. Ne dim këtë sepse janë gjetur mbishkrime të ushtarëve romak me mbiemrin Dalmatos, Dardanos.
mbi emra të bukur, i lirë. Pra sot, vërtet, për fat keq, vërtetohet që Hasan Ceka dhe djali i tij Neritan Ceka kanë të drejtë. Dhe është mirë që janë bërë këto filma sepse tashti u kuptua gjatë regjistrimit të filmave të mi që vërtet tekstet janë greke, por emrat janë shqiptar. Ky është një moment shumë emocionues. Tani, kjo nuk do ishte bërë pa regjistrimin e këtyre filmave. Këta filma janë hynor. Një lloj siç u krijua poezia e Betegjinve, po ashtu u krijua literatura ilire me ngjyra helene. Dhe këtë e thonë grekët vetë, madje është konfirmuar nga poeti i madh latin Virgjili. Kur ta shikoni këtë, ju do luani nga mend e kokës. Pra edhe një herë bëhet fjalë për Astraion. Në latinisht, çuditërisht, shqiptohet Astrea, dhe ky është shqiptimi që do ketë gjuha greke në shekullin e 15. Pra, në vend të Astraja, është Astrea, por kjo është regjistruar më herë në gjuhët latine. Pra, ilirishtja dhe pastaj latinët që pushtuan ilirin e kanë ndryshuar gjuhën greke, kanë ndryshuar mënyrën se si shqiptohej kjo fjalë. Ishte shqiptuar Astraja në shekullin e 8 para R.S., pastaj në shekullin e parë të R.S. fillon dhe shqiptohet Astrea. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve, madje edhe vetë grekëve. Mënyrë se si ilirët shqiptonin fjalë të huaja që nuk ishin ilire, pra ishin greke, Astraja do të thotë si ylli në gjuhën greke. Ilirët kanë ndryshuar mënyrën e shqiptimit të fjalëve të greqishtes dhe të perëndisë Astraja. Pra në fen dhe mitologjinë e lashtë greke, Astraja, që në gjuhën rumune dhe mbi të latinishtes shqiptohet Astrea, e shkruar gjithashtu edhe Astria, është bia e Astraeus, do thot ylli ose si ylli, dhe Eos, që do thot agimi në gjuhën greke. Ajo është perëndesha e virgjëre e drejtësisë dhe është e lidhur ngushtë me një tjetër perëndeshë greke të drejtësisë, Dhiken, bien e Zeusit dhe Themis. Astrea nuk duhet të ngatrohet me Asteraian, është një perëndi tjetër greke, jo ilire. Astrea është ilire dhe Asteraian është greke e pastër. Në mitin ilir, sipas Herodotit, Astrea jetoi së bashku me njerëzit në tokë gjatë epokës së artë idealiste. Pra, ilirizmi është ilionizmi, periudha e sundimit deri në momentin e shkatrimit të Trojës. Kjo quhet periudha e artë nga Herodoti. Njerëzit ishin të vërtetshëm dhe nuk ekzistonte asnjë keqje në botë. Por, ndërsa njerëzimi u bë gradualisht më i egër dhe më i korruptuar, Astrea vendosi të braktisë përgjithmonë njerëzimin dhe të jetojë midis yjeve si yllësia Virgo. Yllësia Virgo ishte lidhur me një numër perëndeshash greke dhe ilire në antikitet. Emri i fjalës Astrea, por në greqishtën e lashtë ishte Astraja, do të thotë si ylli. Aster i thon yllit në greqisht. Pra, ilirët e kanë krijuar këtë fjalë nga një fjalë greke, por kjo është perëndi ilire dhe këtë thon autorët greke, thon Herodoti mbi të gjitha, dhe kjo pastaj shkruhet në fjalorin e Bizantit. Dhe kur e lexova unë beta pa mend. Astrea është një perëndesh që personifikon drejtësinë. Kur identifikohet me perëndeshën e drejtësisë, Dhike, Astrea bëhet bia e Zeusit dhe Themisit. Ose ndryshe, ajo është bia e Astreusit dhe Eos, Aurora në gjuhën latine. Tani, kjo ishte perëndesha e agimit. Pra, Juvenali e quan Astrean motrën e Pudikitias, perëndeshës romake të virgjërisë.
ekuivalente me fjalën greke aidos, që do thot organ femëror. Pra ishte prandesha e virgjërisë. Virgo, fjalë për fjalë. Shumë e bukur. Në gjuhën greke është organ femëror. Kur e tregojnë këtë tregim, autorët e lashtë priren të ndryshojnë perëndin Dike, që është perëndia e drejtësisë, dhe Astrea, që është perëndesha Virgo, por perëndesha Virgo mbante dy pjatat e drejtësisë në qiell. Prandaj quhet ndërkohë edhe virgjëresha edhe perëndia e drejtësisë. Tani, kjo perëndi përket periudhës së artë, periudhës së virgjërisë shpirtërore të dashur shqiptar. Astrea, e virgjëra qiellore që drejtonte drejtësinë, modestinë dhe besnikërinë, thuhet tradicionalisht se ishte e fundit e atyre që quhen perëndi të pavdekshme, përpara se sa të krijohet njeriu. Pra kjo ishte periudha e artë kur vdekja mungonte. Tani, Herodoti e ndan pikërisht lashtësinë në 3 periudha të ndryshme. Periudha e artë e virgjërisë shpirtërore e Astreas, pastaj periudha e bronzit, periudha e luftrave, dhe pastaj periudha e hekurit ishte periudha e kaosit. Sepse mbas periudhës së bronzit rikrijohen kombet e lashta. Në fakt, fillon dhe kristalizohet kombi grek, mbas shekullit të 8 të erës sonë. Tani, mitin e Astreas, nga mësuam ne, nga Hesiodi, e kemi mësuar pastaj nga Herodoti. Nuk mund të harrohet fakti që kjo perëndi është përmendur nga disa autorë grek që thonë që është perëndi ilire. Është autori Hesiodi, është autori Herodoti dhe në shekullin e 4 para erës sonë është autori Aratus, 400 vjet mbas vdekjes së Herodotit. Pra, Aratus thot që ishte perëndesha e virgjërisë, por dhe e drejtësisë. Por kishte diçka të përbashkët me perëndeshën e drejtësisë, kishte funksionet e saj, por nuk ishte perëndia e saktë e drejtësisë. Ishte e ngjashme me të. Ishte një lloj motorzimi. Pra në gjuhën greke kjo është dhike, drejtësi, ndërsa në gjuhën ilire astraja, si ylli grek. Me mbarimin e epokës së artë dhe ardhjen e asaj të argjendit, perëndesha Astraja e gjeti vetëm të pakënaqur pasi njerëzit ishin më pak të virtytshëm se më përpara dhe filluan të dëshironin kohërat e vjetra. Ajo nuk foli më me fjalë të buta dhe u tërhoq në kodra dhe pastaj në male bashkë me ilirët. Ajo përdori kërcënime dhe sidomos ndjenjën e turpit para tyre, por dështoi që të krijonte motivimin tek njerëzit e mirë. Pra, krijimi i popullit grek shikohet nga ilirët si shkatërim i vlerave dhe virtyteve të njeriut. Pra, përfundimisht, kjo perëndi është përmendur dhe nga Virgjili, i cili e përcakton se kjo ishte periudha e përkryer dhe artë e njerëzimit, e një periudhë utopike kur njeriu ishte i përkryer dhe nuk ishin krijuar kombet që luftonin njëri tjetrin. Pra, akoma ilirët dhe helenët nuk ishin bërë armiq për vdekje. Dhe tashmë, ky motiv është marrë nga shumë poetë të tjerë helen dhe ka ardhur brez mbas brezi deri në shekullin e 15, kur përfundimisht njerëzit filluan të shtypnin librat.
Ka qenë një moment shumë i rëndësishëm sepse këto fashikuj do ishin zhdukur përfundimisht, por pikërisht atëherë kur këto fashikuj po prisheshin sepse ishin gjetur në shkretë të tjerë e Egjiptit, ishin fashikuj të bibliotekës së Aleksandrisë. Këto fashikuj u shpëtuan pikërisht nga shkrimi. Dhe ka mbetur kjo e pluhurosur edhe 500 vjet të tjera, derisa një ditë unë lexoj fjalorin e Stefanosit të Bizantit. Dhe në atë fjalor thuhet që kjo ishte perëndia Ilire, Astraja, me burin e saj Doberos, që do thot lugina thellë, lugina Apollos. Ky është moment epokal. Pra, Ilirët janë bejtegjintë e lashtësisë. Ilirët shkruanin në helenisht, një lloj si shqiptarët kanë shkruar në gjuhën arabe. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra, ne jemi autokton, por ne kemi shkruar në helenisht, e pabesueshme. Kjo është për te imagjinatës njerëzore.